Algoritmet kundër demokracisë si rreziku I ri që kërcënon lirit. Në shekullin e 21, teknologjia nuk është më vetëm mjet. Ajo po kthehet në arkitekturë pushteti. Inteligjenca artificiale, algoritmet dhe rrjetet sociale nuk thjesht ndërmjetësojnë jetën tonë publike. Ato po rivendosin vetë rregullat e lojës politike. Premtimi I efikasitetit, transparencës dhe modernitetit maskon një rrezik të madh, lindjen e një algokracie, pra qeverisje ku kodet vendosin në vend të qytetarëve, dhe të një trollitantizmi, kontrolli I diskursit publik nga ushtri virtuale propagandistësh. Shembujt janë tashmë para syve tanë. Në Shqipëri Edi Rama emëroi ministren virtuale Diella, një avatar I krijuar nga inteligjenca artificiale për të menaxhuar tendrat publik. Ama në Nepal, të rinjtë Gen Z rrëzuan qeverinë e korruptuar dhe përzgjodhen një kryeministre përmes një votimi online në Discord. Në Kinë, regjimi po instalon sistemin e krediteve sociale ku çdo qytetar vlerësohet me pikë sipas bindjes ndaj partisë. Në Filipine, Rusi, Turqi e 10 vende tjera, trollët online deformojnë opinionin publik me shkallë të lartë industriale. Në pamje të parë, këto eksperimente mund të duken si hap drejt të ardhmes, por një analizë e ftohtë dhe konservatore I shfaq ato si rrezik I drejt për drejt për vetë demokracinë. A është algokracia qeverisja e kutisë së zezë? Demokracia ekziston mbi bazën e pjesëmarrjes dhe përgjegjësisë njerëzore. Një ministër del para parlamentit, para opozitës, para komisioneve parlamentare, para gjykatave, medias, publikut, qytetarëve. Një algoritëm jo. Algoritmi nuk mban përgjegjësi, nuk jep llogari, nuk dënohet. John Danaher e quan këtë kërcënimi I algokracisë. Pra krijimi I proceseve vendimarrëse që reduktojnë deri në zhdukje hapësirën e qytetarit për të marrë pjesë. Yuval Harari ka paralajmëruar se shumë shpejt do të dëgjojmë përgjigjen e ftohtë. Kompjuteri tha jo. Dhe askush nuk do të ketë kapacitetin ta kundërshtojë. Vendimet politike do të shndrohen në rezultate statistikore të pakuptueshme, të paapelueshme. Një sistem I tillë nuk është më demokraci, por një epistokraci e re pa fytyrë, ku ekspertët janë zvendësuar me algoritme të padepërtueshme. Shembujt praktik janë tronditës. Në Holland, një algoritëm tatimor shënjestroi mira familjet pafajshme si mashtruese. Në Britaninë e Madhe, një AI, pra inteligjencë artificiale e ndihmës sociale, diskriminoi mbi bazë moshe dhe kombësie. Dhe këto janë raste të konfirmuara zyrtarisht. E ka plot të tilla. Sepse algoritmet jo vetëm trashëgojnë paragjykimet e programuesve, por edhe I amplifikojnë ato. Diella, ministrja që nuk mban përgjegjësi. Në këtë kontekst, rasti I Diellës në Shqipëri është simptomatik. Qeveria e shiti si revolucion antikorrupsion, një ministri virtuale e paprekshme nga rishfetet apo jo. Por realiteti është më I zymt. Kushtetuta kërkon ministra real me përgjegjësi ligjore. Diella nuk ka trup as ndërgjegje. Në rast abuzimi kush do mbahet përgjegjës? Programuesi, kryeministri, kontraktori apo askush? Mungesa e transparencës është alarmante. Nuk dihet kush ka shkruar kodin, çfarë të dhënash përdor, kush e auditoi, kush do ta auditoj. Pa kontroll të pavarur, korrupsioni thjesht zhvendoset nga ministri tek programuesi. Në vend të zhduket ai fshihet pas perdës së teknologjisë. Qytetarët e kanë kuptuar këtë instinktivisht dhe thonë, edhe Diella do të korruptohet në Shqipëri, ironizojnë vazhdimisht në rrjete. Dhe kishin arsye. Shqipëria ka precedent të errët. Skandali I patronazhistëve në 2021 kur Partia Socialiste përdori të dhënat personale të 910.000 qytetarëve për të monitoruar zgjedhjet.
Në një vend me traditë survejimi, një ministër virtual s'mund të shihet ndryshe veçse si hap drejt një Big Brother i të ri. Në vend forcimit të shtetit ligjor, ndëshkimit të korruptuarve dhe lirisë medias, qeveria ofron një zgjidhje të rreme, një avatar folklorik me kostum tradicional që i jep pushtetit një fasad moderniteti. Ky nuk është antikorrupsion, është propagandë teknologjike. Nga të vim tek Nepali, kur demokracia bëhet karikaturë online. Në anën tjetër të globit, rinia nepaleze u ngrit kundër korrupsionit dhe nepotizmit. Turmat dogjën parlamentin, kryeministri dha dorëheqje, por zgjidhja që ata zgjodhën për zgjedhje një kryeministre përmes Discordit është një precedent i rrezikshëm. Në atë forum virtual morën pjesë vetëm rreth 10.000 të rinj urban dhe të lidhur online. Shumica e popullit mbeti jashtë. Rezultati, emërimi i gjyqtarie të ndershme, Sushila Karki, ishte fatlum. Por procesi ishte i brisht, i manipuluar lehtë dhe llogaritë të reme mund të kenë luajtur rol, sigurisht në mbështetjen e dhunës jashtë dhe zjarrit. Ky nuk ishte triumfi i demokracisë liberale, por një karikaturë e saj. Demokracia nuk është një sondazh spontan, online. Ajo kërkon institucione, mbrojtje të pakicave, çlirim racional. Përndryshe rrezikon të kthehet në mobokraci apo në turmokraci digjitale, shëndimi atyre që bërtasin më fort në rrjet. Trollitantizmi nuk është zëri i popullit, por është zëri i popullit i mbytur nga zhurma. Një tjetër rrezik është trollitantizmi, përdorimi sistematik i ushtrive online për të manipuluar opinionin publik. Nga Rusia në Filipine, nga Turqia në Indi, partitë dhe regjimet kanë kuptuar se më mirë se të mbyllësh gojët e atyre që mendojnë ndryshe, është t'i mbytësh ato me zhurmë. Raportet e Oxfordit tregojnë se në 91 vende operojnë trupa kibernetike që prodhojnë propagandë masive, shpesh me kontrata private milionshë. Në Filipine, 1/3 e profileve që diskutojnë arrestimin e Duertes nga ICC ishin false. Në Rusi, trollët e famshëm të Shën Peterburgut kanë ndikuar zgjedhjen në SBA dhe Bashkimin Evropian. Në Shqipëri, akuza për rrjetet trollësh proqeveritare janë bërë pjesë e klimës politike. Efekti është i njëjtë. E vërteta humbet, publiku lodhet, bëhet sinik, s'beson më asgjë. Pra një demokraci pa të vërtetë është një demokraci e vdekur. A mos është Kina laboratori i diktaturës digjitale? Në Kinë shohim versionin ekstrem të këtij trendi. Sistemi i krediteve sociale pikzon çdo qytetar bazuar në sjellje, blerje, komente online e tjerë. Miliona kamera me njohje fytyre, algoritme që parashikojnë rrezikun, penalitete për ata me pikë të ulta. Është realizimi modern i vllait të madh të Orwellit. Një leviatan digital që nuk ka nevojë për torturë, qytetarët në këtë rast vetë disiplinohen nga frika e humbjes pikëve dhe ky model po eksportohet në Azi, Afrikë, Amerikë Latine, e ndoshta ku i dihet edhe këtu në Shqipëri. Ky është paralajmërimi më i fortë. Pa mbrojtje demokratike, teknologjia bëhet infrastrukturë totalitare. A është Shqipëria në udhkryq? Shqipëria është vend i vogël, por rreziku i madh ekziston këtu në vendin tonë. Diella tregon tundimi për të ndjekur rrugën e gabuar, të shfaqesh modern duke shmangur reformë reale. Patronazhistët kanë treguar se pushteti nuk heziton të përdorë teknologjinë për survejim. Pyetja, a do ndjek Shqipëria modelin evropian të privatësisë, transparencës dhe ligjit, apo do rrëshqas drejt një versioni ballkanik të diktaturës digjitale? Sepse demokracia nuk është kod. Demokracia është marrëveshje morale, kontratë mes brezash, vullneti i lirë i qytetarëve. Ajo nuk mund zvendësohet nga algoritme të mbyllura, nga trolle me pagesë apo nga votime spontane në rrjete sociale. Nëse i dorëzojmë këto procese të teknologjisë pa kontroll,
Do të zgjohemi në një botë ku liria ekziston vetëm në fasadë. Një botë ku qytetari është thjesht përdorues, jo sovran. Historia na ka mësuar se liria vdes kur njerëzit pranojnë iluzione në vend të realitetit. Dhe diella është një iluzion. Diskordi i Nepalit është një iluzion. Trollët janë një iluzion. Vetëm demokracia reale me institucione, me llogaridhënie, me të vërtetë është themeli i lirisë. Dhe ky themel duhet mbrojtur sot, para se të mbulohet nga një kohë diftot që nuk pyet më askënd. Fjala e fundit është e qartë. Ose zgjedhim të jemi qytetarë të lirë që mbajnë përgjegjësi, ose pranojmë të jemi përdorues të bindur online të një demokracie të rreme. Dhe kjo zgjedhje është binare.